Shkodra i dha lamtumirën e fundit profesor Mendu Dërgutit, një figurë shuar e arsimit dhe jetës publike shqiptare. Homazhet në nderim të tij u bën në hollin e rektoratit të Universitetit Luiç Gurakuçi. Aty ka i dha një kontribut të madh jo vetëm si pedagog, por edhe si rektori i parë i këtij institucioni të arsimit të lartë. Në 3 rrafshe është kontributi i tij, pra në rrafshin akademik, siç e përmenda, si metodist, hartuesi teksteve të historisë. Natyrisht në rrafshin publik ju e dini që ka qenë deputet në 2 legjislatura, pra një figurë rëndësishme e Shkodrës dhe Kuvendit të Shqipërisë, mjaft aktiv në Komisionin e Arsimit në atë kohë për të reformuar arsimin e lartë në vend pas vitit 90. Ndërsa në rrafshin personal është njeri me vlera të jashtëzakonshme, e gjithë Shkodra, e gjithë Shqipëria, bota politike, bota akademike e njohin si njeri të urtë, si njeri shumë fisnik. Ka qenë një person mjaft i përkushtuar por në mënyrë të heshtur. Me profesionalizëm të palëkundur dhe përkushtim të heshtur, por të fuqishëm, ai ndërtoi themelet të qëndrueshme për arsimin universitar, duke lënë pas një trashëgimi të vyer si studiues, pedagog, drejtues, autor tekstesh dhe redaktor shkencor. Por përveç kontributit të tij në arsim dhe shkencë, profesor Mendu Dërguti ishte gjithashtu deputet i Kuvendit të Shqipërisë në 2 legjislatura, 91-92 dhe 92-96, duke shërbyer vendit me dinjitet edhe në një tjetër fushë të rëndësishme të jetës publike. Modeli i politikanit që do i duhej Shqipërisë. Përkushtimi me idealizëm ndaj interesave qytetare, interesave publike, e mbi të gjitha përgatitja profesionale për t'ju përshtatet statit të një Shqipërie që në kohën kur profesori ka qenë deputet 2 mandate, mandatin e parë të vitit 91-92 dhe pastaj 92-96, ai ka qenë nër politikanët të cilët kanë pasur përgatitjen e nevojshme për të udhëzuar rrugën që i duhej Shqipërisë, por edhe Shkodrës. Unë them që ky njeri ka qenë një rrallë për qytetin e Shkodrës, është një ndër vlerat e këtij qytetit. Ka pas një aftësi të jashtëzakonshme komunikuese me çfarë do lloj njeriu, me çfarë do lloj personaliteti. Ishte njeri me një mendje jashtëzakonisht të mprehtë, por edhe të hapur shumë. Polemizues i shkëlqyeshëm dhe debatues i shkëlqyeshëm për të gjitha llojet e temave, qofshin historike, qofshin politike, qofshin edhe sociale. Unë them që Shkodra sot ka humbur një njeri të vlefshëm shumë, një njeri që e ka përfaqësuar shumë mirë këtë qytet. Një mësues krijues, një përpilues librash, një hartues tekstesh nga më të jashtëzakonshmit që ka patur institucioni i Ministrisë së Arsimit. Ishte një tribun popullor, një njeri shumë komunikues me njerëzit e tjerë, i gjatë hallen gjithkujt. Autor dhe bashkautor i mbi 35 botimeve shkollore dhe akademike, profesor Dërguti, për këtë veprimtari është nderuar me një sër titujsh dhe dekoratash si medalja në infrashëri, mësuesi merituar, urdhri trimërisë e të tjerë.